Mirë mëngjesi nga një ditë e re. Sot është ditë me diell, por po fryn shumë erë. Edhe siç e shikoni nga flokët e mi, unë tani do dal sepse më ka ardhur për të bërë pap testi. Edhe do shkoj ta bëj, gjithashtu më vonë do takoj dhe një shoqen time. Kam ardhur që të bëj pap testin edhe po pres. Më kisha ardhur edhe një herë, por unë e kisha shtytur dhe thash jo ma, nuk do ta shty, se duhen bërë çdo gjë. Kështu që po pres orarin sa të dalë tjetra, edhe do jem unë jam vetëm, nuk kam asnjë. Të shohim çfarë do na thoj. Mbarova dhe do shkoj të pik kafe me shoqen. Përshëndetje vajza, u riktheva dhe kjo do jetë veshja ime për sot, për në restoran. Kështu që nuk i di nëse flokët duhen ngufuar, por më janë ulur shumë. Fillon pak të duken më të ngufuara. Kështu që dhe për vëthët do vë këto super lejla që t'i kombinoj me kapucët edhe me thonjt. Shikojni një qik se sa bukur do duket poshtë. Shikoni sa bukur që duket. Dhe kjo do jetë veshja ime. Ju tregoj pak tortën. Buon compleanno, gëzuar ditëlindjen Anisa. Edhe i kam bërë me detaje super të bukura. Më pëlqen. Mirë mëngjesi nga një ditë e re. Ne po nisemi për të shkuar për të bërë shpezat. Ja dhe kontrolli doganor që i bën kontroll për të gjetur snakun e vet. Hajde dentro. Jeni dentro. Vendosa dhe dalë për jashtë, sepse të kalojmë bas ditën pak për jashtë, që mos u mërzitemi brenda. Ka edhe treg që bëhet një javë. Kushurira na tha që keni dhe pjeshka edhe kumlla. Po mua pjeshkat nuk më interesojnë, se mund t'i marr edhe në supermarket, kurse kumlla këtu nuk paraqen. Kështu që kam mbledhur disa dje, do shkojnë se nuk është vetëm një, janë shumë. Kështu që atje do t'i hanë zoq, nuk i hanë ato, se janë të tharta, por do bien, do kalben, nuk i merr njeri, janë to që i kam mbledhur bashkia, nuk e di. Edhe do shkojmë t'i marrim ne, pse mos t'i marrim. Edhe tani po shkojmë me makinë, se kështu nuk ka. Edhe do t'ju tregoj, po më filmoj Edi ndonjë pjesë, po nuk harrua, por do ta filmojmë.
Tani do bëjmë gati se do dal me disa njerëz në një park të shoh edhe një park të ri sepse kam parë nga larg që është i bukur. Kështu që pse jo mos të vemi ta shikojmë. Do bëjmë gati edhe të dalim. Flokët janë bërë super rodhe dhe do t'i tregoj pak veshje. Ka veshur këtë bluzën e zezë edhe atlete nga këmbët me që bie shi. Kjo xhaketa e zezë është super. Mund ta veshësh me çdo gjë. Kështu që ja dhe ta bëjmë kështu ja dhe make-upi. Super i thjesht, kam lyer vetëm faqet. Prit, si mbahet kjo tani, do të jemi majstër dhe për këtë. Kam lyer vetëm faqet, çik qërpikët edhe jemi gati, duket bukur çdo gjë. Kështu që le të shkojmë. Prova t'ju tregoj, gjithashtu edhe çanta, shi sa i bukur me buzë të kuq me çdo gjë. Kjo është për një çik më serioze, por me që jam veshur kështu, kjo shkon dhe me atlete. Edhe ja, kështu që të ikim edhe mos vonohemi. Vdes për këtë natyrën, për këtë erën. Është super fare. Që sot e bukra. Shikojmë pak bukurinë këtu dhe di që mbrapa meje do bëhet tramvija.